Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka lëshuar sot një njoftim të rëndësishëm që u drejtohet të gjithë qytetarëve shqiptar që janë në proces aplikimi për vizën amerikane. Në këtë njoftim zyrtar, ambasada bën thirrje për kujdes të veçantë në një detaj teknik, por shumë të rëndësishëm të procesit të aplikimit, përputhjen e barkodit të formularit DS-160 me barkodin e përdorur për të rezervuar takimin për intervistë. Në deklaratën e saj, ambasada thekson: kujtes, barkodin në konfirmimin e takimit tuaj për intervistë duhet të përputhet me barkodin në faqen e konfirmimit të formularit DS-160 për të siguruar një proces të sigurt vizash që mbron Amerikën. Kjo do të thotë që çdo aplikant duhet të sigurohet që të përdorë të njëjtin formular DS-160 me të njëjtin barkod gjatë gjithë procesit të aplikimit, përfshirë edhe momentin kur rezervon takimin për intervistë. Nëse ndodh që formulari të ndryshohet dhe të përdoret një barkod tjetër për rezervimin e takimit dhe ky ndryshim nuk korrektohet në paktën 2 ditë përpara datës së intervistës, atëherë takimi do të anullohet automatikisht nga sistemi. Në një rast të tillë, aplikanti do të duhet të caktojë një takim të ri dhe të rinisë këtë hap të procesit, çka mund të sjellë vonesa të konsiderueshme dhe të ndikojë në planet e tij të udhëtimit. Ambasada i këshillon të gjithë aplikantët që të verifikojnë me kujdes barkodin e formularit DS-160 përpara se të konfirmojë takimin për intervistë dhe të mos ndërrojë formularin pas rezervimit, përveçse nëse është absolutisht e nevojshme. Në këtë rast, duhet të sigurohen që edhe në sistemin e takimit të reflektohet barkodi i ri. Kjo është një masë sigurie për të mbrojtur integritetin e procesit të vizave dhe për të shmangur problemet të panevojshme për aplikantët. Për më shumë informacion dhe udhëzime të detajuara, qytetarët mund të vizitojnë faqen zyrtare të ambasadës amerikane në Tiranë në adresën zyrtare ose të ndjekin kanalet e komunikimit të ambasadës në rrjetet sociale.